Situata nga sëmundja e rëndë e murtajës që ka prekur bagëtinë e Imt vijon të jetë nën kontroll në qarkun Dibër. Prefekti në Zhvedin Shehu tha se deri tani vetëm 3 vatra janë identifikuar dhe nuk ka përhapje të mëtejshme. Sipas Shehut, autoritetet veterinare po e monitorojnë me kujdes situatën në terren dhe po marrin tampon për analizë tek të gjitha ekonomitë e tjera në të gjithë qarkun Dibër. Megjithatë, prefekti Shehu tha se duhet bërë kujdes dhe të vijojë të ndalohet transportimi të imtave nga një zonë në tjetrën. Sa i përket blegtorëve të dëmtuar, prefekti në Zhvedin Shehu tha se qeveria ka planifikuar për to një plan kompensimi. Kanë qenë 3 vatra në qarkun e Dibrës, një në Limjan edhe 2 vatra në Val. E para në Limjan para 2-3 javësh dhe e fundit para 2 javësh në Val. Të gjitha bakteritë ku është konstatuar infeksioni janë eliminuar me komision dhe janë ngroposur. Veterinarët e shërbimit veterinar të drejtorisë rajonale, por edhe të bashkive janë në teren edhe po bëjnë tampona për të bindur që nuk kemi vatra tjera. U bë gati 2 javë që s'kemi vatra tjetër. Porosi është dhënë edhe lëvizje baktive. Pra është ndaluar shitblerje baktive, sa të kaloj infeksioni, po kështu edhe bashkimi tuvëve. E veçantë është se një pjesë të blegtorëve janë gjitë në bjeshk edhe ekziston rreziku i përhapjes infeksionit. Veterinarët janë në teren dhe po monitorojnë situatën. Momentalisht nuk kemi vatra aktive, shpresojmë me masat që janë marrë të mos kemi vatra tjera. Kjo është çështje që e zgjidh drejtoria përkatëse, në dinin time do të dëmsh problem, del vendimi veçantë të qeverie. Për gjitha rastet ku ka pas infeksione, qeveria është përgjigjur dhe i ka dëmshmëri si të trashat dhe timta, shpresojmë që me mbylljen e dokumentacionit edhe ato të dëmshpërblehen. Shpresojmë mos kemi më që të bëhet dëm i masë edhe shteti parat e taksapaguzëve paguon, nuk vijnë pare nuk bien nga qielli. Mbi 600 krerë bagëtia Imt në 3 vatrat me murtaj të ruminantëve të vegjël në qarkun Dibër është asgjësuar nga autoritetet e veterinarisë për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të infeksionit.